Në 11 maj, Shqipëria mban zgjedhjet e përgjithshme parlamentare ku për herë të parë do të votojnë me poste dhe shqiptarët e diasporës. Edi Rama synon mandatin e 4 të radhës si kryeministër në një tentativë për të vendosur një rekord në 34 vitet e pluralizmit shqiptar, kur një forcë politike mban pushtetin për 16 vite me radhë. Në anën tjetër, Sali Berisha si drejtuesi i Aleancës Shqipëria Madhështore synon rikthimin e tretë, që nëse realizohet, është sërish një rekord në politikën shqiptare, e ndërsa motorët e fushatës janë ndezur si nga Rama ashtu edhe nga Berisha, por edhe partitë apo koalicionet e tjera që garojnë në 11 maj, duket se Kreu Demokrat ka lënë fushën e lirë, duke e bazuar organizimin e fushatës tek drejtuesit e qarqeve dhe tek një grup që do të jenë në rolin e koordinatorëve. Kështu, Berisha parashikohet të jetë i pranishëm vetëm në 12 takime që përkojnë me 12 mitingjet që do të mbahen në qendrat e qarqeve dhe ku do të prezantohen kandidatët për deputet, ndërsa vëmendja e tij do të jetë në takime në nivel ndërkombëtar dhe me shqiptarët në diasporë. Nuk dihet nëse kjo është një zgjedhje e Kreut Demokrat apo një këshill që i është dhënë nga strategët e fushatës, por cilët do të drejtojnë fushatën e demokratëve, referuar burimeve krahas drejtuesve politik të qarqeve, që do të jenë përgjegjës për fushatën në territorin ku shtrihet qarku. Në selinë e PD-s është ngritur edhe shtabi elektoral që do të koordinojë të gjithë punën. Në këtë shtab bëjnë pjesë sekretari i përgjithshëm Flamur Noka, Albana Vokshi dhe Besar Xhaferi, si drejtues të organizatave të gruas dhe rinis, Edi Paloka, sekretari i Këshillit Kombëtar të PD-s. Gjithashtu, në ndihmë apo mbështetje të tyre, do të jenë edhe aleatët që janë në listat e sigurta të koalicionit, duke nisur me Fatmir Mediun, kreun e PR-s, përzijuar me Tedi Blushin dhe Erisa Xhixho nga APL, apo edhe Shpëtimi Drizin e PD-s, edhe pse ky i fundit duket se do të jetë i angazhuar në Tiranë për shkak të përfshirjes në listën e hapur si kandidat, që do të thotë se do t'i duhet vota personale për të shpresuar që në parlamentin e ri do të ketë një vend. Në dallim nga qarqet e tjera, Tirana, e cila ka plot 37 mandate deputetësh, ka një tjetër organizim përveç drejtuesit politik, që është Belind Kolliçi, në secilën nga degët e PD-s janë të deleguar përgjegjësit apo drejtuesit politik të zonave të vogla. Kështu, në Tiranë janë të angazhuar jo vetëm kandidatët e listës së hapur, por edhe disa nga emrat e listës së mbyllur, përfshirë edhe ata që përbëjnë bërthamën qendrore. Burime nga opozita bëjnë të ditur se kjo bërtham do të koordinojë takimet, ndërsa drejtuesit e qarqeve do të raportojnë për problematikat që do të hasen gjatë fushatës, pikërisht tek shtabi qendror, i cili më pas koordinohet me pjesën tjetër, përfshirë edhe grupin që do të ndihmojë opozitën në fushat, që udhëhiqet nga Kris Lësivita. Këta të fundit përtej këshillave që do të japin përtezat që duhen artikuluar apo në raport me publikun, pritet të kenë një rol madhor në atë që konsiderohet si ndërgjegjësimi amerikan, përsa i takon shkeljeve që mund të evidentohen apo deformimit të votës.